Ndaj, ky me këtë deklarat nëse lexoni mes rreshtave çka ka dashur me thonë, është ka e hudh fajin futbollistëve të cilët kanë pas shumë goditje dhe nuk kanë shënu dhe fajtorë në qenë kanë ata. Kush është fajtor aty? Në realitet, në ekipin kombëtar, kur ju sillni futbollistë, ju duhet me pas ide të qartë si do të shënon. Duhet me qenë e vetëdijshëm që ky duhet me sjell përbërje që din me shënu. E jo, me thonë, unë jam këtu për me mësu ata, unë po mendoj që kjo deklarat ma te për mes rreshtave. Po statistikat prof tregojnë që... S'do me marrë përsi, ose përgjithësin ja u len lojtarëve cilë s'kanë shënu. E kjo nuk është e drejtë. Prof, statistikat ne kemi pa edhe lojën e parë që Turqia ka dominuar lojën, vetëm i ka munguar finalizimi. Po, edhe të finalizimi duhet me pas ide të qartë, ose ngutën, ose ka nguti, ose ka zgjedhje jo adekuate, kanë një presion, këtë punë e kanë trajnerët. Kështu që unë vetëm po e komentoj deklaratën e trenerit. Treneri po donë me u shfaqsu. Nuk është e drejtë deklarata? Jo, deklarata është e drejtë, apo s'është e drejtë, por ai po donë me u shfaqsu dhe po donë me thonë që lojtarët janë fajtorë. Në këto raste, përgjithësinë gjithmonë e marrin trajnerët, pa dashur unë me nda drejtësi këtu, por po e lexoj deklaratën mes rreshtave çka ka dashur me thonë. Ky po me shiku emër për emër. Po. Do të mund t'illa deri këtë drejt pak. Jo, Montella s'ka drejt me thonë s'din me shënu gol, sepse ata e në futbollistë shumë cilësor. Ai s'ka thonë s'din me shënu gol. Po ai po krahason 65 goditje. Nëse duhet të mësoj lojtarët për ta futur topin në rrjet, jam këtu për të mësuar. Për kthej tash? Jo, jam këtu për të mësuar, po si kam mësuar. Varet për çfarë prizme e shënë. Po se s'din. Si pranoni këtë deklaratë. Jam varet për Lorek nuk ka çka mësu. Nëse din me lexu mes rreshtave, fajin po ja u hudh lojtarëve edhe thotë se s'din me shënu ata. Ky do të mësu. Është aty për me mësu. E kujna është faji? A së është të lojtarët ta?